Më 6 shkurt 2014 u shuaj pa përsëritshmja Vacezela në Basel të Zvicrës nga një sëmundje e rëndë. Vacezela, që me zërin e saj të mrekullueshëm fitoi zemrat e shqiptarëve, lindi në Lushnjë, ku sot skulptura e saj zbukuron sheshin e qytetit. Ajo në moshën 14-15 vjeçare u largua për në Tiranë, ku ndoqi shkollën e mesme. Vaçja ishte vetëm 17 vjeç kur së bashku me grupin e artistëve të rinj të Liceut Artistik Jordan Misja përfaqësoi Shqipërinë në Festivalin Ndërkombëtar të Rinisë në Moskë në vitin 1956. Në vitin 1962 ishte e para që fitoi festivalin e këngës. Me këngën Fëmia i parë ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindte atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962. Repertori i saj është shumë i pasur, numërohen me 10 këngë popullore, të lehta, kantata, balada e të tjerë. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Fituesja 12 herë e festivalit, nderuar me titull Artisti merituar në vitin 1973 dhe Artisti i popullit në vitin 1977, me urdhrin deri kombit më 24 dhjetor 2002, u largua përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Qytetarët e Lushnjës dhe gjithë Shqipërisë vazhdojnë të këndojnë edhe sot këngët e të madhes Vacezela.